Hoxhë nderuar, çfarë frytesh arrin njeriu nëse ka vazhdimsi në vepra të mira? Së pari do kemi lidhje të vazhdueshme me Allahun. Dhe lidhja e vazhdueshme me krijuesin e gjithësisë na jep siguri, na jep qetësi, na bën të qëndrueshëm në fe. Do ta kemi zemrën gjithmonë të lidhur me Zotin, do jemi gjithnjë të mbështetur te krijuesi i gjithësisë. Dhe ai që e lidh zemrën me Allahun, ai që është i mbështetur tek Allahu i lartësuar, do të jetë në kujdesin e Allahut. Allahu i lartësuar do t'ia rregullojë punët, do t'ia plotësojë nevojat, do t'i jap sukses. Prandaj ka thënë Allahu Kur'an: "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Kush mbështetet tek Allahu i lartësuar, Allahu do t'i mjaftojë. Allahu do t'i mjaftojë, domethënë do kujdeset për të, do ta ruajë, do t'ia rregullojë punën, do ja plotësojë nevojat, do i jap sukses. Gjithashtu, në këtë mënyrë ne e mësojmë veten për të bërë ibadet. Se jemi krijuar të adhurojmë Allahun, por njeriu ka nevojë që ta mësojë veten. Ka nevojë që të edukohet. Dhe duke bërë ibadet vazhdimisht, do ta bëhet ibadeti mësim, do ta bëhet rregull, do ta bëhet program. Edhe atëherë njeriu domethënë nuk e le më nëse mësohet. Se e kanë këtë problem shumë njerëz që janë debel për të bërë vepra të mira. Përtojnë dhe nuk shpejtojnë për të bërë vepra të mira. Dëshirojnë që të bëjnë vepra të mira, mirë po bëhen debel. Atëherë, si kurohet ky problem? Ta mësojmë veten. Ashtu sikur se njeriu ka nevojë të kalizë veten për të forcuar fizikun. Dhe për të kaluar veten, për të kalitur veten, duhet ushtrim i vazhdueshëm. Dhe me filluar njeriu nga pak. Po kështu edhe me ibadet, me vepra të mira, kemi nevojë që ta kalisim veten. Dhe kemi nevojë, domethënë, të bëjmë vepra në vazhdimsi. Dhe në qoftë se ne mësojmë veten me vepra të mira në vazhdimsi, nuk do ta kemi mendjen për vepra të këqija, për vese të ulta. S'do e ketë njeriu mendjen për punë të turpshme. Ka njerëz që shumë kollaj bien në gjunahe. Pse? Sepse nuk angazhohen me vepra të mira. Nuk e mbushin kohën me vepra të mira, me punë të lejushme dhe argëtim ose zbavitje që hyn në kuadrin e asaj që është e lejushme. Edhe çfarë ndodh pastaj me këta njerëz? Prirën për vepra të këqija. Zhvillohen tek ata dëshirat e liga. Edhe bien kollaj pastaj në vepra të këqija. Vazhdimi me veprat e mira bën që të shpëtojmë nga situatat e rënda, gjendje mundimshme. Sepse profeti ka thënë hadith: "Ihfazillah yahfaz." Ruaj Allahun që Allahu të ruaj ty. Nëse ne kujdesim për fenë, ruajmë fenë, kryejmë detyrat rregullisht, ruajmë nga gjunahet, kryejmë në vazhdimsi vepra të mira, na kujton Allahu në momentin e vështirë. Na shpëton Allahu në situata të rënda, dhe nuk ka njeri që nuk bie në vështirësi. Se jeta ka të mira, po ka edhe situata të rënda dhe të vështira. E tillë është jeta e kësaj bote. Ne duam që të mos ketë vështirësi dhe i lutemi Allahut të na ruajë nga gjitha të ligët, gjitha të këqijat, të na ruajë nga situatat e rënda. Por gjithsesi natyra e jetës kësaj bote e tillë është. Se Allahu e ka përmendur në Kur'an që ne kemi krijuar njeriu në vështirësi, pra njeriu do të përballet me vështirësi. Kjo është natyra e jetës kësaj bote. Atëherë, nëse njeriu i mirë bie në vështirësi, do ta kujtojë Allahun në atë moment dhe do ta shpëtojë Allahu subhanahu wa taala. Se ky është njeriu që vazhdimisht ka kujtuar Zotin, kështu që në atë moment e kujton Allahu. Prandaj thot hadithi: "Ta'arraf ila Allahi fi ar-raha ya'rifka fi ash-shidda." Kujtoje Allahun kur je mirë, njihe Zotin kur je mirë, që Allahu të kujtojë ty kur ti je në vështirësi. Gjithashtu, kështu ne fitojmë dashurinë e Allahut, bëhemi dashur tek Allahu. Si bëhet njeriu i dashur tek Allahu? E para je duke i bë farzet, siç ka thënë profeti në hadith, se Allahu në sura ka thënë këto, fjalë hyjnore, hadith kutsi: "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayh." Robi nuk mund të afrohet tek unë me diçka që unë dua më shumë se sa veprat që ja ka bërë detyrë, farzet. E para të kryej farzet për të afruar tek Allahu i lartësuar. Pastaj në vazhdim, Allahu i lartësuar thotë: "Robi do të vazhdojë të afrohet tek unë me vepra të nafile derisa unë ta dua ata." Dhe kur njeriu të bëhet i dashur i Allahut, atëherë Allahu i lartësuar do të japë sukses. Do t'ja bëj bar punët.
do ta ndihmojë që të plotësoj nevojat, që të realizojë objektivet. Allahu do t'ia mundsojë që gjymtyrët i përdor për vepra të mira dhe jo për vepra të këqija. Do t'ia lehtësojë Allahu i lartësuar çështjet e fesë dhe çështjet e dynjas, siç kuptohet nga hadithi i profetit. Allahu i lartësuar do t'ia pranojë lutjet. Dhe një nga frytet e vazhdimit me veprat e mira është se Allahu na pranon lutjet. Allahu njerëzve të mirë na pranon lutjet. Miqve të vet, dashurve të vet, atyre që janë të afruar tek ai. Prandaj thotë në fundin e hadithit: "Wala in sa'alani la utiyanna." Në qoftë se do të më kërkoj diçka, unë do t'ja jap të dashurit tim. Ky është kuptimi. Dhe nëse do të më kërkoj mbrojtje dhe kujdes, unë do ta mbroj nga të këqijat dhe nga keqbërësit. Pra do të jemi në kujdesin e Allahut, do na mbrojë Allahu, na i pranon Allahu subhanahu wa ta'ala lutjet. Allahu të dashurin e tij nuk e hën zjarrin e xhehenemit. Prandaj ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith: "Wallahi ma yulqi Allahu habibahu fi an-nar." Pasha Allahu të dashurin e vet nuk e hedh në zjarrin e xhehenemit. Veprat e mira bëjnë që njeriu të ruhet nga veprat e këqija. Për shembull, namazi është një vepër e mirë që na ndalon dhe nga të këqijat. Kush e fal namazin rregullisht dhe e fal siç duhet, ai do heq dorë nga veprat e ulta dhe nga veprat e këqija. Allahu thotë në Kur'an: "Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar." Namazi ndalon nga veprat e këqija dhe nga veset e shëmtuara. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Namazi është edhe shkak për fshirjen e gjunaheve. Kështu që veprat e mira fshin gjunahet, fshin të këqijat. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith: "Më tregoni nëse në pragun e derës do dëjohet për jush rrjedh një lum edhe lahet në të 5 herë ditë, a do t'i mbetet pa pastërti në trup?" Sa njëri dërguar Allahut ka thënë: "Kështu është edhe shembulli i 5 namazeve. Allahu e 5 namazeve pastron robën nga veprat e këqija, nga gjunahet." Profeti ka thënë në hadith: "Wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha." Ki e frikë Allahu kudo që t'jesh. Dhe pas veprës së keqe bëj të mirë, se e mira e fshin të keqe dhe sillu mirë me njerëzit me moral të mirë. Ky është një hadith i profetit sallallahu alaihi wasallam. Në një hadith tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur shpërblimin e madh të dhikrit. Për shembull ka thënë: "Kush thot në ditë 100 herë subhanallahi wa bihamdi, i falen gjunahet, qofshin edhe sa shkuma e detit." Pra edhe ke dhikrit kemi një program ditor. Ti bëjmë disa nga llojet e mëngjesit dhe mbrëmjes, ti bëjmë për ditë. Disa nga ato llojet e dhikrit që bëhen kur bie për gjumë ose kur çohemi nga gjumi, ti bëjmë për ditë, pra të kemi një program ditor dhe të bërjes së dhikrit të Allahut subhanahu wa taala. Vazhdimi me veprat e mira bëhet dhe shkak që të kemi përfundim të mirë. Se Allah thotë: "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Ata që përpiqen me vepra të mira, përpiqen për hir të Zotit, në rrugt të Allahut, ne do t'i udhëzojmë për veprat e mira. Allahu i udhëzon dhe i mban në këtë rrugë të drejtë, derisa t'i gjejë vdekja si besimtar. Allahu e ka bërë rregull që kush përpiqet në rrugën e tij që t'i jap sukses. E ta mbaj në këtë rrugë derisa ta gjejë vdekja. Kështu që kush vazhdon me vepra të mira, shpresohet që të ketë përfundim të mirë. Dhe çështja e përfundimit është shumë e rëndësishme, sepse njerëzit do të tubohen ditën e gjykimit sipas gjendjes në cilën vdesin. Kush e mbyll jetën me vepra të mira në rrugën e drejtë, do të jetë me njerëzit e mirë në ditën e gjykimit. Allahu subhanahu wa taala na bashkof me ta. Kush vazhdon me vepra të mira shpëton nga 2 probleme të mëdha. E para shpëton, domethënë është i lirë nga syefajësia, nga hipokrizia, nifaku. Nifaku është një smundje e rëndë, ka përmendur Allahu i lartësuar në Kur'an, ka përmendur munafikët, cilësitë e hipokritëve. Shokët e profetit kishin frikë nga nifaku i vogël, siç kuptohet nga ato vepra që janë hipokrizi, nga ajo sjellje që është hipokrizi. Ka treguar Ibn Abi Mulejke, kam takuar thot 30 sahab, dhe secili prej tyre kishte frikë hipokrizi, domethënë sjellja që është hipokrizi, veprat që janë hipokrizi, që hyn ka ajo ke hipokrizia e vogël, nifaku i vogël. E dyta, kush vazhdon me vepra të mira shpëton nga zjarri i xhehenemit. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam e ka përmendur një hadith, është një hadith hasan,
hasan që kush fal namazin me xhamat 40 ditë rresht, duke kapur tekbirin fillestar, atij do të jepet dy pafajësi, një nga hipokrizia, është i pastër nga hipokrizia, dhe e dyta nga zjarri i xhehenemit, shpëton nga zjarri i xhehenemit. Dhe e fundit që do të përmend nga frytet me fjalë, kush ka një rregull në veprimin e veprave të mira, ka një program dhe ka vendosmëri që ta vazhdojë këtë program të bërjes së veprave të mira, por e ndërpret për një arsye, për shembull smuret, ose për shkak të udhëtimit, Allahu i lartësuar do t'i jap shpërblimin sikur ta kishte kryer këtë vepër të mirë. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nëse robi smuret ose udhton, shkon në udhtim, Allahu i lartësuar do t'i jap sevapin sikur vepronte kur nuk ishte smur. Për shembull, nëse një njeri ka pasagjëruar rregullisht ditën e hënë të njëjtë, për shkak të smundjes, e la disa ditë. E la këtë rregull disa ditë. Allahu do t'i jap shpërblimin sikur ti kishe agjëruar këtë ditë. Nëse dikush ka rregull që të çohet të fal namaz natë, po një herë i kalon, Allahu i lartësuar do t'i jap sevapin sikur kalon për shkak se e mund gjumi dhe nuk i del gjumi. Do t'i jap Allahu sevapin sikur ka fal namazin natës, sepse ai ka pas vendosmëri që më u çu dhe ka rregull që çdo natë çohet. Një herë i kalon, për shkak se ka mund gjumi, Allahu i jap sevapin sikur ta ketë fal namazin e natës. Dhe gjumi për të është sadaka. Pra mirësi nga Allahu i lartësuar për ta. Kështu e ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith.